Nesër të gjithë në stadiumin e qytetit në Gostivar, le të mbushim çdo ulëset e saj, le të trajnë zemrat sikur një, të bëhemi lojtarit 12 e ekipit, le të japim gjithçka për Arsimin. Me këtë thirrje ka ndalë son nga klubi futbollistik Arsimi nga Çegrani, i cili nesër zhvillon ndeshjen historike kundër Makedonia Gjorçe Petrovit, ndeshje e cila me fitore i mundson Arsimin ngjitje direkte në ligën e parë futbollistike. Nisur nga kjo, skuadra verdhezi sot ka zhvilluar stërvitjet e fundit për përballjen e së shtunës, ndërsa trajneri Vildan Saliu u shpreh bindjen se 3 pikë do të mbeten në shtëpi. 4 xhirot e fundit kanë qenë si një 4 finale për ne, ku di kalua me sukses kundër Bregalnicës dhe Borecit në Veles. Arritëm dy fitore shumë të rëndësishme dhe tash jemi të koncentruar fokusuar edhe në ndeshjen e radhës, siç e potencove edhe ti kundër Makedonia Gjorçe Petrovit. Ata janë vend të parë ne të ditë dhe do jetë një luftë edhe për kreun e tabelës, po do jetë një luftë e cila ekip fiton, domethënë do jetë më gati se 90% e plasuar në ligën e parë. Sigurisht rezultatet na japin një vetbesim të lartë, një motivim shtesë dhe një vetbesim shumë të lartë, pasi janë shumë rezultate pozitive dhe gjithë lojtarët janë të fokusuar, të koncentruar dhe gjithë dëshirojnë me padurim besoj ta presin atë ndeshje, ku besoj se atmosfera do jetë një si ndeshjen kundër Bregalnicës, do ketë shumë tifos të cilët na janë lajmëru, do vinë dëshirojnë të na përkrajnë, sepse është një moment historik, siç thamë edhe pak më lart, do duhet ta shfrytëzojmë dhe jam i bindur dhe jam shumë i sigurt se gjelmoshat tonë ose lojtarët tonë nesër do të hapin maksimumin që 3 pikë të ngelin këtu në konton tonë. Saliu nuk zbulon formacionin me të cilin do të luajë kundër Makedonia Gjorçe Petrov, por shton se ka besim të plot te çdo futbollist. Po ashtu sqaron se asnjë lojtar nuk është i lënduar ose pezulluar, gjë e cila rrit edhe më shumë besimin që do të çojë drejt fitores. Nuk kemi lojtar të lënduar, kjo ka shumë rëndësi. Di pezullimet të cilët i kishim në ndeshjen me Bregalnicën na janë rikuperuar dhe kjo është një motiv shtesë. Sot e kemi edhe stërvitjen e fundit, do shohim se si do shkojë gjendja e lojtarëve të tjerë. Por afërsisht na e kemi konceptin ton. Besoj se një filozofi që kena përdorur gjatë vitit sezon, gjatë gjithë sezonit ka qenë mbrojtja jon fillon nga sulmi. Edhe ne besoj se fuqishëm do fillojmë që në minutat e para të sulmojmë, sepse këto 3 pikë duhet ngelin këtu në Çegranë dhe nuk kemi çka të humbim. Prandaj besoj se do të zbatojmë detyrat maksimalisht, e kemi analizuar edhe kundërshtarin, e dim ku mund ta godasim dhe besoj atë gjë do ta bëjnë edhe lojtarët tanë ku do marrin instruksionet nesër. Kështu që për të fituar në ndeshje duhet jemi korrekt edhe fati sportiv dhe njerë duhet të ndjek, sigurisht që besoj nesër do jetë një anë tonë, po me angazhimin maksimal, disiplinën, seriozitet dhe dëshirë të lojtarëve tonë, kjo fitore do na takojë neve. Kismet. Ndeshja luhet nesër me fillim në ora 17 në stadiumin e qytetit të Gostivarit.